Gëzuar vitin e ri, uroj të ketë nisur mbar dhe të jetë një vit i begat për ju dhe të dashurit tuaj. Faleminderit që na ndiqni. Nga cili shtet na shihni? Horoskopi për datën 3 janar. Dashi. Sot energjia juaj profesionale kërkon një qasje të qëndrueshme dhe të matur. Mos e nxitni veten në vendime të mëdha financiare, sepse edhe pse entuziazmi është i lartë, planet e punës kërkojnë verifikim më të kujdesshëm përpara se të hidhni hapin e madh. Në punë tregohuni të qetë dhe shpjegoni idetë tuaja me radhë. Bashkëpunëtorët do e vlerësojnë qetësinë tuaj dhe t'ju hapen dyer për projekte të mëdha. Për çiftet, komunikimi i sinqert në pritshmëritë financiare dhe planifikimin e përbashkët e forcon besimin më tej. Për beqarët, një takim i papritur mund të lidhë nga një rreth profesional apo një aktivitet ku tregoni fuqinë tuaj të punës, por mbani vëmendjen të mos hidhni hapin vetëm për impulse emocionale. Sa i përket shëndetit, keni kujdes për nivelin e stresit. Një rutinë e vogël e ushtrimeve të lehta dhe disa orë gjumë më shumë do t'ju rikuperojnë dhe do t'ju japin qartësi mendimi në vendime profesionale dhe financiare. Demi. Në këtë fillim viti, siguria materiale dhe ritmi i stabilitetit janë prioritet. Në punë mund të ndiheni presionin për të realizuar projekte konkrete. Përdoreni përvojën tuaj dhe mos prisni miratime të menjëhershme për idetë që i keni pjekur gjatë kohës. Financat kërkojnë një rishikim të shpenzimeve që kanë ardhur nga emocionet e fundvitit. Vendosni një plan modest kursimi dhe shmangni investimet e nxituara që ndihen të pasigurta. Për çiftet, koha është e favorshme për të rinegociuar rolet dhe përgjegjësitë e përbashkëta, duke e bërë marrëdhënien më praktike dhe më të qëndrueshme. Për beqarët, durimi dhe prezantimi i vetes në mënyrë të vëmendshme do të tërheqë njerëz më interesant dhe afatgjatë, jo vetëm për aventura kalimtare. Në aspektin shëndetësor, eliminoni zakonet që ju sjellin raskapitje. Ushqimi i mirë dhe një program i rregullt gjumi ju mbajnë të fortë për sfidat që ju presin. Binjakët. Ditët e para të janarit sjellin një nevojë për balancë midis mendjes suaj të ndjeshme dhe detyrimeve praktike. Në punë shfrytëzoni aftësinë tuaj komunikative për të qartësuar objektiva dhe për të shmangur keqkuptime që ndikojnë në pagesat ose bonuset që keni pritur. Në financa mos u ndjeni të tërhequr nga oferta që duken shumë të mira për të qenë të vërteta. Verifikoni kushtet e punës dhe kërkoni këshilla profesionale nëse do të bëni investime. Për çiftet është periudha për të rikthyer dialogun dhe për të rishikuar planet e përbashkëta për vitin e ri. Për beqarët, aktivitetet sociale dhe mësimet e së kaluarës do t'ju ndihmojnë të zgjidhni me kujdes bashkëshortin potencial, duke mos u nxituar. Shëndeti i sistemit nervor kërkon vëmendje. Praktikoni teknika frymëmarrjeje, kufizoni kafeinën nëse ndiheni të tensionuar dhe rezervoni kohë për aktivitete që ju qetësojnë mendjen. Në përgjithësi është momenti për t'i dhënë zgjidhje çështjeve të pazgjidhura, që mund të ndikojnë në stabilitetin financiar. Gjaforja. Emocionet sot luajnë një rol të fortë në vendimet financiare dhe marrëdhëniet tuaja. Ju ndiheni më emocional dhe kjo mund të shtyjë shpenzime të shpejta për të ndjerë rehati. Në punë, qëndroni stabil dhe mos lejoni që impulsiviteti t'ju ndikojë në bisedimet për paga ose projekte. Tregoni profesionalizëm dhe ruani qetësinë kur diskutohet për përgjegjësi të reja në ditën e hënë. Për çiftet, hapësira për vulnerabilitet forcon lidhjen nëse e përdorni për të ndarë shqetësime reale. Për beqarët, prania e emocionalitetit tuaj tërheq njerëz që janë të gatshëm për marrëdhënie afatgjata, por siguroni të mos merrni vendime bazuar në emocionin e momentit. Shëndeti kërkon kujdes për tensionet e stomakut dhe gjumin me ndërprerje. Një regjim i rregullt ushqimor dhe relaksimi përmirësojnë qartësinë tuaj mendore dhe ju ndihmojnë të menaxhoni detyrat e punës pa u lodhur tërësisht. Luani. Kjo ditë ju vën në qendër të vëmendjes profesionale, por suksesi kërkon ndjeshmëri dhe strategji të modifikuar. Përdorni karizmën tuaj për të ndërtuar marrëdhënie të dobishme në vendin e punës, por mos harroni të dokumentoni marrëveshjet që lidhen me pagesat ose bashkëpunimet financiare. Në aspektin e financave është e rëndësishme të balanconi dëshirën për investime të guximshme me një analizë të kujdesshme të rreziqeve. Konsultoni me ekspert që të shmangni humbje të panevojshme. Për çiftet, një projekt i përbashkët i jep lidhjes më shumë produktivitet dhe vendos interesat familjar në një rrugë të sigurt.
Për beqarët, një ftesë në një event social rihap mundësitë romantike me dikë që kërkon stabilitet afatgjatë. Sa i përket shëndetit, kujdesi ndaj zemrës, emocioneve dhe një rutine që përfshin aktivitet fizik të moderuar ju ndihmon të mbani energji gjatë obligimeve profesionale dhe familjare. Vygjëresha. Në punë, kjo periudhë ka favorizuar analizën dhe rregullimin e detajeve, ama sot duhet të përqendroheni në organizim dhe mbyllje çështjesh të papërfunduara që mund t'ju ndikojnë në financat e muajit. Planifikimi i taksave, faturave ose shpenzimeve të papritura do të kërkojë vëmendjen tuaj. Një inventar i qartë i detyrimeve ju ndihmon të planifikoni hapat e ardhshëm. Për çiftet, përpjekjet praktike për eficiencë që bëni për shtëpinë dhe buxhetin e forcojnë besimin e partnerit. Për beqarët, një qasje më e matur dhe e përzgjedhur në takime ju sjell kontakte me njerëz serioz. Në aspektin shëndetësor, kujdes ndaj sistemit tretës dhe reflektoni mbi dietën që të këshihni rezultate të menjëhershme në energjinë tuaj. Mos e nënvlerësoni nevojën për pushim të rregullt dhe kufizoni oraret e tepërta të punës që çojnë në raskapitje. Peshorja. Sot kërkohet balans midis kërkesave profesionale dhe harmonisë personale në vendin e punës dhe në familje. Negociatat që fillojnë tani kanë potencial të jenë të frytshme nëse ruani ekuilibrin midis kërkesave të klientëve dhe asaj që ju mund të ofroni. Në financa, mos e lini veten të mbyteni nga dyshimet. Një plan i qartë për projektet e reja ju sjell besim dhe mundësi për të rritur të ardhurat. Për çiftet, dialogu dhe një klimë e këndshme miqësore e ripërtërin komunikimin. Për beqarët, daljet me shoqërinë dhe lidhjet intelektuale janë vendet ku mund të lindë diçka serioze. Shëndeti ju kërkon të punoni mbi stresin emocional dhe të investoni kohë në aktivitete që ju rikthejnë harmoninë, si meditimi lehtë ose shëtitje në natyrë, për të qenë në gjendje të shërbeni me sukses ambicieve tuaja profesionale e personale pa sakrifikuar mirëqenien. Akrepi. Për akrepin, intensiteti është një aset, por duhet të kanalizohet drejt projekteve që kanë potencial afatgjatë. Shmangni rivalitetet e panevojshme dhe investojeni energjinë në plane që mund të sjellin fitime më të gjata dhe stabilizuara. Në financa, analiza e detajuar e kontratave do t'ju shpëtojë nga surprizat negative. Mendoni për diversifikim të burimeve të ardhurave në vend që të mbështeteni vetëm në një rrjedh. Për çiftet, pasioni mund të rifitojë thellësinë nëse bashkëpunoni për të vendosur objektiva të përbashkëta. Për beqarët, një lidhje emocionale mund të lindë nga një bashkëpunim profesional ose një situatë ku tregohet ambicie e sinqertë. Sa i përket shëndetit, kushtojini vëmendje ritmit të pushimit dhe rigjenerimit. Ushtrime të kontrolluar dhe një dietë e balancuar ju përmirëson qëndrueshmërinë tuaj për të mbajtur intensitetin emocional në punët e përditshme. Shigjetari. Energjia juaj optimiste ju ndihmon të shihni mundësi të reja sot, por duhet të qëndroni të kujdesshëm me ofertat që kërkojnë angazhime financiare impulsive. Shkoni gradualisht drejt tyre dhe kërkoni referenca para se të investoni kohën dhe lekët tuaja. Për çiftet, aventura dhe eksperimentimi mund të rigjanullërojë marrëdhënien, por vendimet e përbashkëta për financat kërkojnë një dialog të qartë që të shmangni keqkuptimet. Për beqarët, kjo periudhë është e favorshme për takime që lindin gjatë udhëtimeve ose kur dilni nga rutina juaj. Shëndeti ju lejon një energji të mirë nëse e kanalizoni në aktivitet fizik ose dieta që kërkojnë durim. Kujdesuni për presionin e prishmërive të larta ndaj vetes, sepse dëshira për të bërë shumë gjëra shumë shpejt mund t'ju raskapit emocionalisht e fizikisht. Vendosja e prioriteteve ju ndihmon të merrni vendimet e duhura pa e humbur drejtimin. Bricjapi. Kjo ditë kërkon një disiplinë dhe plan të qartë financiar. Prioriteti juaj duhet të jetë krijimi një baze të fortë për qëndrueshmëri afatgjatë dhe për të shmangur vendimet e rrezikshme që duhet tërheqëse për momentin. Në punë, durimi dhe qasja e strukturuar do të vlerësohet. Projektet me planifikim të mirë ju sjellin shpërblime. Për çiftet, ndarja e përgjegjësive dhe planifikimi serioz i të ardhmes e forcon më tej besimin dhe ju bën të ndiheni të sigurt si ekip.
Për beqarët, një qasje e matur dhe e sinqert ndaj lidhjeve do të tërheq ata që duan stabilitet. Shëndeti kërkon menaxhim të ngarkesës së punës. Vendosni kufi dhe planifikoni kohë për rikuperim dhe mbani zakone të shëndetshme që ju ndihmojnë të përballoni angazhimet financiare dhe profesionale me qetësi dhe durim. Ujori. Sot, ide të reja dhe kontaktet sociale mund të sjellin mundësi profesionale. Shfrytëzojeni këtë moment për të prezantuar vizionin tuaj në mënyrë të qartë dhe të organizuar. Në financa kërkoni zgjidhje inovative, por mos sakrifikoni sigurinë për eksperimente. Një kombinim i mendimit tuaj krijues dhe kontrollit konservator do t'ju nxjerrë fitimtar. Për çiftet, hapni biseda për plane të reja dhe mbështetuni tek ideja e partnerit si një vend ku të dy kontriboni me talentet tuaja. Për beqarët, takimet që lindin në rrjetet profesionale ose projekte kolektive do të kenë potencial serioz. Sa i përket shëndetit, mos e nënvlerësoni nevojën për kohë mendore dhe kontakte që ju mbushin shpirtërisht. Gjetja e një përpjestimi mes inovacionit dhe qetësisë do t'ju bëj produktiv në punë dhe do t'ju ndjej më të përmbushur në marrëdhënie. Peshqit. Në këtë periudhë, Saturni dhe disa lëvizje planetare i japin hov për mbylljeve të rëndësishme dhe rifokusimit në aspektet praktike të jetës. Përfshihuni me kujdes në vendime financiare të mëdha dhe përdorni intuitën tuaj, por konfirmoni të dhënat dhe kushtet para se të angazhoheni në një projekt. Në punë, kjo periudhë sjell sfida që kërkojnë maturi dhe përgjegjësi. Përballimi i tyre me qetësi krijon themele për përparim në muajt në vijim. Për çiftet, diskutimet e hapura mbi pritshmëritë reale dhe buxhetin e përbashkët e forcojnë më tej besimin. Beqarët nga ana tjetër duhet të jenë të durueshëm të kërkojnë persona që ndajnë vlerat tuaja dhe jo vetëm emocionet të momentit. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj rutinës për të rikuperuar fizikisht dhe stabilizimit të ritmeve ditore. Ju nevojitet një qasje disiplinuar ndaj pushimit dhe ushqimit. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.